Tarja kuvendit, u zgjodh kryesia kuvendit, pa filma, pa drama, pa patriotizëm, ishte indikative, as Albulena nuk e quajti lista sërbe, përfaqësuesi nga lista sërbe, dhe unë kur prita që lista sërbe do të prezentoj si lista sërbe, ata shkun ma larg. Ata u prezentun përfaqësuesin e bashkisë sërbe, srpska zajednica, dhe me thonë si bashkisë, në emën të sërbe e propozun në kryetarin e kuvendit. Ishte interesante sepse ata kanë thonë që nuk e votojmë, po tash nuk paton problem. Çështja ka qenë te numrat, tu i kishin numrat, tu bëjshin patriota, i kanë numrat, tash patriotizmi let pret pak. Dhe çështja në kryetarëve shkojnë në pak? Shkojnë në pak, kjo pjesa ma fatkeqe është opozita, do me thonë, i ka marrë ka 6 muaj, mba shumë se 1 vjet, Kurti i ka ka përhune lider të opozitarë dhe për i sjell ka po dënë. Këta veçim njëm palu atë, po votojnë kështë e ka njerë kundër, po janë të humbën, me të vërtet, këtu janë humbës total partitë opozitare. E kanë humbë rrugën, nuk kanë koncept, nuk kanë ide, nuk dinë çka duhet, kur duhet me kundërshtu, kur duhet mos me kundërshtu, dhe janë shndërruar në një lloj guxë dhe alternativë në formën e vet. Kështu janë partitë opozitare dhe tash ne më e rëndësishmja për qytetarët e Kosovës është që konform vullnetit të qytetarëve të Kosovës, konform vullnetit të Kosovës, janë zgjedh institucionet e Republikës të Kosovës. Më me thonë që nga gushti shtatori, kur kanë filluar ato jetët zgjedhore, Kosova nuk ka pas institucione, e janë nalë projektet, edhe ashtu i kemi pas punë lugë, vazhdojmë i pas punë lugë, dhe këtë paktën të shpresojmë se qeveria Kurti 3 do të jetë ma ndryshe, ose krejt ndryshe nga Kurti 1 dhe 2, dhe të hapë perspektivë për zhvillim ekonomik, për zhvillim të arsimit dhe shëndetësisë. Të shohim, zotri Arifi, do të shkojmë tani tek kuvendi e Kosovës, atje ku po qëndron gazetar.